Kush është Zani Caushi? Zani Caushi do të mbahet mend edhe si kreu i bandës kriminale me të cilin ish kryeministri italian së kohë Romano Prodi pati një takim për rivendosjen e rregullit në Shqipëri dhe krijimin e qeverisë së pajtimit. Mirza Caushi ishte kreu i një prej bandave në qytetin e Vlorës gjatë razirave të vitit 1997. Gjatë vitit 1997, Caushi ishte i dënuar në një burg të sigurisë së lartë në Greqi nga ku aratis. Caushi arriti të arratisej gjatë një revolte. Ai ishte i dënuar nga drejtësia e Greqisë me 101 vjet burg për vrasje. Gjatë periudhës së viteve 1997-98 u deklarua kundërshtar i Sali Berishës dhe u bë krah i djathtë i Komitetit të Shpëtimit të Vlorës. Ai dhe banda e tij akuzohen për krime të rënda në Vlorë. Në Vlorë, gjatë razirave të vitit 97, u formuan 5 banda. 3 prej tyre ishin rivale me atë të Zanit, banda e Gaxhait, banda e Kakamit dhe banda e Pulsit të Mezinit. Gjatë përplasjes me bandat e armatosura, Zani Caushi ka humbur 3 vëllezrit. Kulmin e influencës së tij në popull, Zani tregoi vetëm 15 ditë pas tragjedisë së Otrantos, kur kryeministri italian Romano Prodi zbarkoi në Vlorë. Mëngjesin e 13 prillit 1997, 3 helikopter ushtarak të marinës italiane zbritën në një zonë të pabanuar në Vlorë për të takuar kreun e qeverisë së pajtimit kombëtar, Bashkim Fino. Nën mbrojtjen absolute të Zanit, që mbante një kalashnikov në dorë, Prodi ndaloi disa minuta në Vlorë, duke dhënë mesazhe paqeje dhe duke premtuar ndihmë nga qeveria italiane për të nisur sërish me helikopter për në Tiranë.